Është shtëpia ku kishte jetuar piktori e profesori i njohur nga Gjakova Ibrahim Punosheci, që ka bërë emër në trojet tona, por dhe jashtë tyre. Nga sot kjo shtëpi do të jetë galeri ku janë të ekspozuara veprat e piktorit Ibrahim Punosheci. Në hapjet e galerisë morën pjesë zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Kuvendit Komunal të Gjakovës, qytetar, kolegë dhe familjar të ndjerit Ibrahim Punosheci. Kjo galeri do t'i dedikohet pra piktorit dhe profesorit të mirënjohur nga Gjakova Ibrahim Punosheci, dhe në të janë të vendosur veprat e tij ku qytetarët të Kosovës, por edhe viseve tjera që vinë ta vizitojnë në galerinë kanë mundësi t'i shohin ato, por edhe galeria do t'jetë në shërbim të aktiviteteve kulturore, thojnë familjarët. E brenda shtëpisë, tashme që është galeri e artit, mysafirët e kolegët e profesorit Punosheci panë punimet e tij të shumta që janë ekspozuar dhe do të jenë gjatë gjithë kohës të ekspozuar para publikut. Piktori i ndjer Ibrahim Punosheci ka 10 piktura ku kishte mbajtur ekspozita të shumta në Kosovë, Gjermani, Kroaci, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera në botë.